Shiko tani të kthehemi te notat. Ka lobime pra. Të kthehemi te notat serioze se unë nuk kam fëmijë akoma dhe ata nuk janë shpërndimtarët e fëmijëve tanë. Okej. Dhe po ndryshojmë. Ka një gjë të hetshme që unë nuk e kuptoj kur do duhet ishte e gjitha procedurale. Ka emra të vequar prokurorësh që po leqitën, po edhe po denigrohen, por edhe po sulmohen, ka të tjerë që po përkrahen, por historia ka treguar se me vullnetin e padishahut dhe nga përteja e oqeanit do të jetë natyrisht edhe drejtues i jashtëm për 3 vite i prokurisë posaçme. Po ka një gjë sepse padishahu që i referohesh besoj ndoshta në këtë rast, ndoshta kryeministri dhe për te oqeanit mund të ketë një konflikt në këtë histori, kështu që e mbani mend se sa u konfliktua me Jurikimin? Një konflikt mediatik. Si ishte ajo trigu? Një konflikt Tigri 1, Tigri 3. E mbani mend para 3 vite që Rama i përgjigjet Kimit, Po ishte Tigrit 1, Tigri. Jo, nuk është histori tjetër ajo me Jurikimin, po nuk besoj që është histori tjetër e emërimit të asaj aty. Është tjetër histori, Zhlima. Procedim penal kjo është. Je është, po thjesht po e zvarrisin thjesht, Dhe u pa qartë se çfarë ndodhi aty dhe vetë anëtarët e KLP-s mbetën të drejtiku të. Dale, Zhlima, të lutem. Të lutem Zhlima. Jo, Zhlima, të lutem. Po nuk mund të dëgjoj këtë gjë. Jo, do ta dëgjojmë sepse Fationi është nga gazetarët për shumë vitesh i cili sigurisht raporton për drejtsinë dhe kur flet duhet ta dëgjoj. Ato ngjarje që raporton, të lutem ta mbajmë, vetëm sa ta mbajmë serioz. Kur të vinë fjala për ty ndoshta mund t'i japsh ato, por do doja që ta bëjmë diskutimin serioz për zgjedhjen. Po jap edhe mendim. Të bie. Shiko, drejta jote. Gjithçka merr fund në mes. Pra thua që ka lobime, ka dhe anatemime për ka sulme ndaj prokurorëve të caktuar që mund të jenë sulme mediatike, mund të jenë sulme të brendshme, por sigurisht ka edhe përkraj. Në këto kushte jemi. Po. Kush është emri që po sulmohet, kush është emri që përkrahet? Po, për shembull është rritur fushata, sidomos mediatike, e sulmit ndaj prokurorit Klodian Brau. Ka patur një fushatë gjithashtu diku të fortë edhe ndaj prokurorit Elvin Gogaj që i kanë përmendur shkollën e magjistraturës dhe rikthimit për ndjekjen e një viti të shkollës, ndërkohë që KPA-ja tha që është i pakorruptueshëm në mënyrë të formës prerë, përfundimtare është ka integritet profesional e tjerë. Dhe natyrisht janë 4 kandidat. Po. Njëri prej tyre do të zgjidhet drejtuesi i SPAK-ut. Unë e shoh deri diku atë gjuhën që po përdoret ndaj Braus edhe si një çështje të lidhur me dosjen Toyota Yaris. Ndoshta Brau është treguar dhe po shpaguan gjunahet e veta me atë dosje. Se çka bër? Se perceptimi publik për atë dosje është që nuk i ka shkuar deri në fund. Pavarësisht se ka një sër, është ndar si që është ndar në procedime, ka të tjerë persona në hetim, po, meqenëse sollet edhe zotin Berisha në artikulimin publik që kanë pajtur sidomos tek paraqitjet e tij në SPAK, ku ka përmendur Taulan Ballën, ka përmendur një sër eksponentësh krimit që ndikojnë ndërlidhje mes politikës, gjyqësorit, prokurorisë, krimit organizuar, të shkrirë edhe të medias. Dhe janë denoncuar nga zoti Berisha, por janë pjesë edhe të fashnikujve të SPAK-ut që për një pjesë është ndar procedimi dhe ndoshta kjo mbajtje në ajër e këtij procedimi është kthyer edhe një bumerang për situatën ku ndodhet Bravo momentalisht që as nuk bën dot veprime për këtë dosje. Në këndvështrimin tim, gjithnjë, duke qenë se është shumë pranë datës kur do të bëhet votimi në KLP, por edhe unë e shoh gjithë të ushqyrje ndaj ti edhe të lidhur me veçanërisht këtë dosje. Por është dosja 5D e tjerë me radhë. E qartë. Do ta shohim, unë njëri prej të 4-ve është, do të jetë drejtuesi i prokurisë posaçme. Unë nuk shoh se ndonjëri prej 4 emrave do të bëjnë diçka të jashtëzakonshme për 3 vitet e ardhshme. Shqipëria do të jetë e njëjtë. Ne do vime edhe të debatojmë nga pyetjet tona dhe kritikat tona që natyrisht duhen dhe janë të domosdoshme, edhe për mënyrën se si funksionon sistemi i drejtësisë, do flasim edhe për dekonspiracione, do flasim edhe për lëshime, do flasim edhe për veprime ekstraligjore dhe për ndjekjes personave që dalin kundër rrymës apo që prishin balancat politike etj. Me radhë. Zhlima, i dëgjove këto që po citonte tani së fundmi në datën 18 dhjetor
Shqiptarët do mendojnë se do të jetë një kryeprokuror i ri apo i re, se është edhe një grua mos gaboj kandidate. Po, Doloreza Musabelliu, po. Unë them që ai i cili do të kandidojë dhe do të marrë drejtimin e prokurorisë së posaçme ka një detyrë. Në rast se arrin, mirë. Në rast se nuk e arrin, do jetë njësoj se zoti Domani. Cila është detyra? Të marrë sipas nenit 287 të Kodit të Procedurës Penale regjistrin që e ndodhen aktualisht në kryeministri dhe thjesht zoti Domani ka stilo lapsin dhe vendos emrin ndaj personit të cilit do të kryet një masë sigurie. Çfarë regjistri? Kjo nuk kupton regjistri referimeve të veprës penale. Që thot ai regjistër ndodhet në kryeministri. Ai regjistër është aty dhe pikërisht dikush nga këta që do të emërohet duhet të bëjë një detyrë dhe misioni është i vështirë. Shkoj ta marrë atë regjistër që është në kryeministri edhe atë te institucioni kushtetues që është SPAK-u. Pra se duam të futemi në shinat e kushtetues. Çdo ky regjistër aty po ta thot në mënyrë Jo, po mirë. Po më shpjego pak. Çfarë figurative të lutem. Jo, raste konkrete shumë figurative unë s'm dala s'ka në ajër avokat. Jo, me sa po kuptoj unë, Rama thot ka një regjistër të personave që duhet të jenë subjekti i SPAK-ut. Patjetër. Edhe SPAK-u dhe SPAK-u e merr atë regjistrin sipas bëhet thjesht transferimi atë të regjistrit. Dhe atë duhet ta bëjë prokurori i ri. Në rast se ai prokuror është i aftë dhe don të japi atë që duhet tek populli shqiptar të drejtën dhe të vërtetën gjatë hetimeve dhe jo të bëj statistika afërmendësh që u përmendën ndaj një institucion që është në kuvend që tha afërmendësh ose më fal të këshilli i prokurorisë për të bindur ata të cilët e kanë emëruar, e kanë zgjedhur edhe përzgjedhur zotin Domani, fjalinë afërmendësh është ajo që pikërisht ekziston në kryeministri, bloku, regjistri. Pra nga 2022 mos gaboj deri më sot, ai blok ndodhet në kryeministri. Faleminderit Zhlima. Leonard Karaj, ç'mendim ke për kreun e ri të SPAK, drejtuesin apo drejtuesin që do të marrim ka porosi amerikanësh apo jo dhe ky regjistri që po përmendte në mënyrë figurative, Zhlima e ka kryeministri emrat ndorë se kush goditet apo jo. Zhlima thotë që nuk është figurative. Jo, nuk është. Aty është. Ti ashtu mendon, po, gjithsesi e drejta jote. Tani po ta kujtoni para 3 vitesh ku bëhej përplasja zgjedhjet në SPAK Domani kundër Edvin Kondilit, kishte një ka qenë edhe Adnan Xholi kandidat. Po përplasja ishte midis Domanit dhe Kondilit, dhe Kondili ishte personi të cilin domethënë e perifrazoni më së shumti rrjetet e majta të maxhorancës të pushtetit dhe ndërhyrja e ambasadoresës aso kohë ka qenë pikërisht për këtë arsye sepse u bë goxha problematike edhe në media emri i zotit Kondili. Dhe erdhi që zoti Kondili humbi. Tani uroj që të mos jetë e njëjta histori dhe për zotin Klodian Braho, sepse emri i tij gjithsej periudhë kohore është përmendur për keq, jo për mirë. Edhe për shkak domethënë të implikimit të tija, ndoshta se ka menduar pa dashje, me një antar të KLP-s, zotin Zeqir Hoda, duke qenë se ai ka qenë një nga personat që ka votuar pro futjes së djalit të Zeqir Hodës në BKH, Ditmir Hoda. Dhe si e tillë i bie domethënë që të ketë një konflikt të pasur interesi dhe tek votuesi. A është emëruar djali i zotit Hodaj? Po, është emëruar. E keni sigurt? Po. Dhe i bie domethënë që të jetë një pjesë e personin fjalë, i bie domethënë që të jetë një konflikt interesi. Për ta hequr këtë përgjegjësi nga vetja, ndoshta Klodian Braho aso kohë para pak kohësh, ndoshta nuk e kishte menduar që do kandidonte, por nëse ka menduar të kandidonte, do duhet ta kishte hequr vetëm nga ai komisioni që emëroi, se nuk emëroi vetëm zotin Ditmir Hoda, por dhe persona të tjerë në BKH. Pra kjo është e para. Dhe përtek saj është përfolur si një person kush ka dashur që t'i bëj lobbying brenda apo jo në media si një person i cili e duan amerikanët, se ka bërë këtë apo ka bërë atë. Unë nuk i besoj këto përradhat me amerikanë, sepse këto përradhat me amerikanë ishin ato të cilat bëndin edhe në 2022 e njëjta histori edhe e njëjta gjë. Unë kam një besim tek vetja ime dhe shikoj domethënë që në këto kate kandidatura e zotit Adnan Xholi, për mendimin tim është më e mira, për mendimin tim është më e mira, madje nuk do hiqja këtu edhe zonjën Musabelliu e cila... Për një shtroj avokat deklaratën e sapo bërë nga ju dhe media që të saktuara që kanë marrë si referencë vendimin e
Për emërimin PSOPG. Intervista e strukturuar me gojë. Po? Me kandidatët për hetues financiar në sektorin e hetimit financiar do zhvillohet ditën e njëjtë, datë 23/10/2025, në godinën e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kandidatët do të njoftohen individualisht për orën e caktuar për zhvillimin e intervistës. Ajo çfarë ka ndodhur këto ditë me lakimin e këtij emri, e them sinqerisht ta them këtë radhë, se kam bërë ironi disa herë, sepse qëndrimet e mia publike dihen për strukturën e posaçme antikorrupsion, por kur bëhet diçka e padrejtë, unë i them e padrejtë edhe pikë, sido që të jenë. Ashtu mendon ti që është e padrejtë. Sa është data sot avokat? Data sot është 22 mërkur. I 10 është? I 10 jemi, po. Nesër atëherë ta konfirmojmë. Pra, këtu është edhe djali i bie që do të jetë djali i zotit Hodaj. Që ende nuk është emëruar. Hoda. Zeqir Hoda. Okej, atëherë këtu është kandidati. Ata duhet të përgjigje tani. Atëherë Ditmir Zeqir Hoda është i gjashti dhe do thotë që ende nuk është kryer, është kandidat. Është kandidat. Okej, mbaroj fjalin. Klodian Bravo dhe asnjë nga anëtarët e komisionit nuk e kanë dhënë ende firmën e tyre, nëse ky person do të jetë hetues financiar. 1. E dyta, në mbledhjen e KLP-s të zhvilluar ditën e hënë mos gaboj, në orën 10, Zeqir Hoda ka bërë një deklaratë. Nuk e shoh veten përgjegjës në lidhje me këtë situatë, por duke qenë se është hapur një debat publik e mediatik për këtë çështje. Për momentin unë do rriqem nga votimi për të kaluar dhe miratuar listën e 4 kandidatëve për kryetar të SPAK-ut, derisa edhe unë ta sqaroj vetë pozitën time, por edhe Këshilli, ku unë jam njëri prej anëtarëve të tij, të dalë me një qendrim se çfarë qendrimi duhet mbajtur për këtë çështje. Pra, në këndvështrimin tim është një informacion dashakeqës për një nga kandidatët e SPAK. Unë e kam shumë inat Klodian Braun, edhe tani e kam prodhuar një... Kam qenë me ty. Jo nuk e thot. Apo ndoshta po nisa kështu për faktin se më po sepse të the po të përgënjeshtroj. Nuk the po përgënjeshtroj. Po të do të thot me mua. Ne shikoj unë thash me ty dhe me gjithë me gjithë ne bëjmë debat tani bashkë. Unë shqipen e kam shumë fort. Ishte gjë e pasaktë ajo që tha. Ndoshta nëse u preket nga artikujimi. Jo, s'u preka fare, unë nuk preka mua kjo gjë e thjeshtë. Ajo që ishte gënjeshtër. Ardi ka qiqpar i prekur. Ajo ishte gënjeshtër. Ardi ka qiqpar që s'fahmon. Ajo ishte gënjeshtër. Sa lëm të flasit tash Gjinaj. Ishte në kontekst biseda. Ju tha që bravo ka firmos. Okej. Domethënë është një lajm që u përgënjeshtrohet për gjithë rastet kështu. Pra, nëse ndjes shumë, nëse Klodian Bravo do të afirmos emrin e zotërisë, edhe Zeqir Hoda do të votoj në Këshillin e Prokurisë për këtë lloj kandidati të votoj, edhe sikur të mos votoj për Braun, se vota mos gaboj është e hapur, bëhet me ngritje dore. Në Zeqir Hoda do të votoj në atë mbledhje Këshilli, do të jemi pari, do vim prap pas ashtu edhe çfarë nuk do t'i bëjmë të dy bashkë. S'kam nevojë fare ti. Jo për gjë, po është nuk qëndron. Nuk qëndron. Nëse Bravo e voton. Pse ju mendon se ka shtetës së drejtës këtu ne po luftojmë për shtetës së drejtës. Ka fjalën kam avokat. Sa ti marrim? Jo, ta sqaroj këtë pozicion. Sa ti, e kuptuam, domethënë gënjeshtruar. Nëse Bravo do të firmos për emërimin financiar djalin e Hodës dhe Hoda do votoj për Klodian Braun, kjo është aferë. Okej. Përderisa fakti nuk ka ndodhur, nuk është asgjë apo. Okej, përfundoi një Gjinaj, faleminderit, përfundoi. Atë, përderisa fakti nuk ka ndodhur, unë se kuptoj domethënë se është prap të kthehem te ajo pse të djeg miza. Nëse fakti nuk pas ka ndodhur, ky Zeqiri pse pas ka dal? Nëse fakti nuk pas ka ndodhur, pse dalin këto? Pyesim Zeqirin se unë s'e di. Po, më pyetin Zeqirin tani, unë zërit merrem me Zeqirin apo se po çudit. Po interpreton ato që thash unë, nëse fakti s'ka ndodhur, nëse po a ka dal Zeqiri më po pra, atë nuk e shoh të arsyeshme tha. Në qoftë se e marr si zgjedhje individuale. Në qoftë se nuk jam i pastër ndërgjegjen time, unë nuk shkoj të përgënjeshtroj asnjë gjë. Jam i pastër dhe thuj çfarë dush për mua. E di Zoti lart se sa i pastër jam. Po plan. Okej. Tani në rasti konkret, përdesa ta thotë dhe kryetaria e KLP-s që aty po bëhen lobingen, dhe kjo nuk është në hata e madhe, nuk është në çudi në këtë vend, se e dihet 11 janë ata. Çfarë do bëjnë? Janë 4 kandidat. Do ketë aty luftë për të marrë atë histori. Po përtek kësaj, unë e shikoj me syrin tim dhe them, midis këtyre të 4-ve unë do kisha dashur. Po të isha unë votues, votën tim do ja jepja midis
o Doloresës ose Adnan Xholit. Po kjo është personale, është personale. Personale. Leonard Karaj, mua nuk më ndryshon. Po një nga këto katër emra, unë për shembull do t'ja jepja votën Behar Dibrës. Ai skandidor në kandidoj. Domethënë, në rastin konkret avokat. Në rastin konkret, dy styre emrave zgjodhi këta dy. Do t'ja jepja dikujt tjetër që kam ke shokore, rigjiditën, po asaj skandidon. Tani çfarë do të bëj unë ti? Ke informacione të forta. Jo, e më shtyja xhira kur, po. Zhdima, diçka për ta përmbyllur për këtë sepse kam edhe një çështje të fundit, do flasim vetëm pak minuta për ç'po ndodh me aeroportin e Vlorës sepse ka një paqartësi. Atëherë nuk kam çfarë të them. Nuk e çfarë do flasësh vetëm atë regjistrin ta marrë dikush nga këta, po është i zot nga kryeministria, këtë them unë. Unë them se regjistri është akoma në SPAK. Mirë, të lutem regjia, do të kalojmë me sigël për diskutuar edhe çështjen e fundit për sa i përket koncesionit të aeroportit të Vlorës, si duket se ka nisur një proplasje e madhe dhe debat mediatik midis dy investitorëve, tashmë me Bexhet Pacollit, i cili zotëron kotën më të madhe të investimeve në këtë investim pra në aeroportin e Vlorës, po ashtu edhe një tjetër, le të themi bashkërtak, po se çfarë ka ndodhur, unë kryesisht do ta bisedoj këtë çështje me dy avokatët për të kuptuar pak më shumë ndoshta mbi atë se çfarë ka ndodhur. Siglën dhe rikthehem. Mirë, unë besoj është një çështje e cilën do ta nis sërish bisedën me Leonard Karajn. Avokat, tani shkurtimisht, që mos kemi nga ato tensionet, e kam seriozisht, mos kemi nga ato tensionet që mos ndërprit, ç'po ndodh me aeroportin e Vlorës? Preken xhepat e qytetarëve shqiptar apo jo? Në të gjithë koncesionet e qeverisë shqiptare, sidomos nga 2013 e këtej, se u ndryshua në 2013 andej koncesioni ishte tjetër gjë, dhe në 2013 e këtej është totalisht tjetër gjë, që ta kuptojnë shqiptarët, deri në kohën kur qeverisej nga Sali Berisha t'jepte pronën e shtetit dhe thoshe zhvillohet ti me lekët tua. Kurse nga 2013 e këtej Edi Rama atje pronën e shtetit thot t'ja dhe unë lek ty dhe mi jep tiva pas një X vitesh, domethënë. Kjo është sa vitesh koncesioni. Pas sa vitesh koncesioni. Kjo është historia e koncesionit. Dhe ky koncesion është motamo kështu. Zoti Bexhet Pacolli nga ana tjetër ka thënë domethënë që janë të gjitha paratë e mia të investuar aty. Po, janë paratë e tia, po me një kosto dhe me një kontratë e cila ka ca limite të cilat kanë të bëjnë me xhepin ton. Për shembull të tipit në vitin e parë, të dytë apo të tretë, koncesioni ose aeroporti i Vlorës duhet të bëjë tot le të themi përfitime, 9.4 milion euro përfitime. Se në rast se nuk e arrin këtë kuotë, atëherë subvencionohet nga shteti. Të ndihmon reagimi i Pacollit për ta kuptuar? Okej, ndërtimi i aeroportit financohet tërësisht nga koncesionari, kontrata e koncesionit parashikon vetëm një garanci minimale të pasagjerëve, një praktikë e zakonshme në marrëveshje të tilla ndërkombëtare. Po se është garanci minimale tani sa na çudite, ka dy garanci shumë të forta aty tani. Po për këtë shpjegoj, prandaj të thash, pra këtë fakt ky shpjegoi ti tani. Po prap fillove të më ndërpresësh për çdo gjë më burr, çaj e pas që çon sonte. O zotri, po është reagimi i Pacollit që kërkon një minimum pasagjerësh, pra thash të ndihmon kjo dhe ta tregova. Jo, nuk më ndihmon fare. Shpjegoje tani. Nuk më ndihmon fare. Shpjegoje. Po të shpjegoj kontratën, duro. Kontrata ka dy gjëra të cilat nuk janë aliene, do dhe në gjitha kontratat koncesionare. Por ama shqiptarët duhet ta dinë, është kjo e para, i cila ka një minimum për vitin e parë, të dytë apo të tretë dhe mëtej. Dhe ky minimum në rast se nuk arrihet 9.4 më duket ose apo 9.6, duhet që të dalin nga buxheti i shtetit, nga taksat tona. Okej? Një, e para dhe ka një kusht tjetër që këto e kanë pothuajse të gjitha kontratat koncesionare edhe në vendet e tjera europiane, ku ndryshon politika qeveritare. Dhe kjo vendoset në kontratat tot në rast të politikat qeveritare ndryshojnë dhe bëhet e pamundur ndryshim ose mbarvajtja e kësaj kontrate për X deri në përfundim dhe më tej, ne kemi të drejtë të drejtojmë arbitrazhit të Londrës në rastin konkret. Prandaj shteti shqiptar në të gjitha kontratat koncesionare gjatë gjithë këtyre viteve i ka humbur, nuk kemi fituar një. Të gjitha i kemi të humbura, pikërisht për këtë arsye. Në rastin tjetër është kjo. Këtu kanë qenë 3 kompani. Një kompani e zotit Bexhet Pacolli, që ka pasur 58% të aksioneve, një kompani turke, e cila ka ndërtuar edhe spitalin e Fierit, ka pasur 40% të aksioneve, dhe një kompani tjetër e Valon Ademit, e cila ka pas 2% të aksioneve. Kështu ka qenë ndarë. Kompania turke është futur në koncesion, sepse kompania e zotit Bexhet Pacolli dhe kjo kompania tjetër e vogël, e Valon Ademit, nuk kishin ekspertizë për të ndërtuar aeroport. Dhe kjo kompania turke ishte detyrueshme që të futeshe, se ndryshe, domethënë, ti nuk koncesioni. Po, pra ti je shofer, po s'ke patent. Okej. Patentën ta marrësh nga unë.
Dhe kjo ishte historia e kësaja. Dhe shteti shqiptar është garantuesi i kësaj historie. Dhe në kontratë koncesionare shkruhet dhe për 2 vite, është me ditë aty, 220 ditë. Për 220 ditë nuk lejohet që të bëhet ndryshime midis ortakëve.